tregtinë me Izraelin edhe në këto momente? Tani unë flas bota arabe përgjithsisht është në këto momente nuk është gati. Nuk është gati, është gjetur, bota arabe sikur nuk ka lidhje fare me çështjen e Palestinës në këto momente që po flasim. Pavarësisht popujve, po qeveritë e kësaj bote islame, përgjithsisht janë qeveri të korruptuara dhe janë të mbytura për vite me radhë korrupsion, për vite me radhë shantazh ose momente që Izraeli mund t'i kapi në shantazh, pra mund t'i shantazhojë këta liderë politik të botës arabe, sidomos janë krejt të lidhur dhe nuk kanë shansin, madje përkundrazi, duke ditë se ata vetë janë të ndyrë në aspektin, qoftë në aspektin moral, por qoftë në aspektin e korrupsionit, ata kërkojnë që ta zhdukin këtë pikë që është Palestina, këtë pikë frymëzuese dhe të pastërtisë dhe të fisnikërisë dhe të trimërisë, kërkojnë ta zhdukin si kauzë, sepse e dinë që kjo është vetëm një kauzë që mund t'i demaskojë edhe pislliqet që ata kanë bërë, domethënë ndër vite, qoftë në Arabinë Saudite, qoftë në Emiratet e Bashkuara, po kështu edhe në vende të tjera, domethënë në Egypte, në Jordani, në vende të tjera, të cilat domethënë edhe kanë edhe rol konkret negativ në çështjen e Palestinës. Kurse në lidhje me Turqinë, Turqia me të drejtën në dy raste brenda një viti, në dy raste, pra ka qenë fillim vitin e kaluar, pak në sa mbaj mendun, edhe në mes vitin e kaluar dhe në mes vitin në kryet një viti, pra, Turqia dy herë ka shpallur që do të ndërpresi të gjitha marrëdhëniet tregtare me botën, me Izraelin. Pra e ka shprehur këtë si ide që ne do t'i ndërpresim. Mirë po, kjo e dyta ka qenë edhe më e fortë, sepse i ka ndaluar hapësirën ajrore, i ka ndaluar edhe hapësirën detare që të përdoret nga anijet ose avionet izraelit. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që si në herën e parë, si në herën e dytë. Në herën e parë kur e ndalojnë, mirë po nuk ishte forma e prerë në atë kohë, sepse ka diçka, domethënë që kompanitë turke janë edhe kompani shumë kombëshe, pra janë aksioner shumë kombësh dhe kanë detyrime edhe ndaj palëve të tjera, domethënë të cilët nuk janë turq. Dhe për këtë arsye i lënë një afat, le të themi një vit, pra një vjeçar, në cilën kishte to mundësi kanë pas kohën e duhur, të mjaftueshme për të ndërprerë kontratat që kanë me Izraelin, duke e njoftuar palën tjetër që do të ndërprese. Po ta të ndërpriste me një herë që në fazën e parë kur e tha këtë, i binte që do dënoheshin nga ligji ndërkombëtar i tregtisë. Mirë po, në këtë të dytën, edhe kjo është akoma, domethënë, më e ashpër dhe shumë kompani dhe është ndaluar tashmë tregtia me Izraelin, madje është ndaluar sepse që në herën e parë, por edhe tash herën e dytë, domethënë ata po mundohen të gjejnë rrugë alternative. Pra, çfarë bëjnë? E blen mallin nga Turqia, e çojnë në një vend të tretë, e thënë Made in Albania për shembull, dhe pastaj nga Made in Albania e çojnë në Izrael. Edhe ja ku ata e kryejnë në këtë moment. Mirë po, edhe kjo po kontrollohet. Edhe kjo nuk po lejohet. Edhe në të njëjtën gjë domethënë bën edhe Izraeli. E çon prapë Made in Albania ose Made in Egypt, edhe si në Turqi. Edhe kjo pra është ndaluar dhe domethënë nuk ka shans që të veprohet më. Mirë, po normalisht ngelet le të themi një problem i madh, ngelet tubacioni i Azerbajxhanit që po shkon drejt Izraelit, i naftës. Dhe kjo është çështje tjetër, është çështje që ka të bëjë me marrëdhënie ndërkombëtare ose marrëdhënie dypalëshe me një shtet të tretë, i cili në këtë rast domethënë ka kontrata me Izraelitët dhe për fat keq domethënë Azerbajxhani është i afërt dhe aleati i Izraelit. Dhe gjithashtu Turqia, duke qenë që ka politikat e saj për të afruar botën turke, pra botën Turan quhet, pra shtetet turke që janë në gjithë rajonin e Azisë së Mesme, nuk do ta humbje Azerbajxhanin si aleat në këtë union që ka. Dhe ky është problem, domethënë, vërtet i madh, sepse Izraeli domethënë furnizohet me naftën e Azerbajxhanit dhe tubacionet të cilës kalojnë domethënë edhe nga Turqia. Dhe ky shpresojmë shumë që domethënë një ardhmë të afërt edhe kësaj të gjehet zgjidhja. Por ndryshe domethënë Turqia është thjesht vend kalimtar, tranzit, dhe nuk ka lidhje fare me këtë kontratë pra që është bërë mes dy vendeve, pra Izraelit dhe Azerbajxhanit. Mirë po është patjetër e domosdoshme që edhe kjo të bllokohet. Se kur atë se dim, mendoj se ka diçka që nëse Turqia do të hynte në luftë me Izraelin, atëherë të gjitha këto ndalesa që deri tani tham,
do të bëhen penalizime, do të futet ligji i luftës, do të futet gjendja e jashtëzakonshme. Dhe gjendja e jashtëzakonshme ne gjithë dimë që kur ka ligj të luftës nuk ka asnjë kontratë nuk vlen, asnjë lloj diplomacie nuk vlen, asnjë lloj marrëdhënie, ka mundësi reale që kjo do se në fakt kush vendi ka mbetur me Izraelit pa goditur, pa sulmuar? Ka mundësi lufte, ka shumë mundësi reale, edhe pse Turqia nuk po don të godasi Izraelin, edhe nuk, pra po mundohet t'i uli tensionet, sepse Turqia me të drejtën është akoma duke u bërë gati. Pra, në Turqinë është edhe Siria, edhe Turqia ka një politikë. Ka politikën që duhet të bashkojë krejt botën islame në një rresht të vetëm, ose në një saf të vetëm, në mënyrë që atëherë të goditet Izraeli. Ose në atëherë do mund të luftohet vërtet kundër Izraelit, sepse nëse nuk e ka botën arabe me vete sidomos, atëherë normalisht Turqia e vetme mund të përkundrazi mund të ketë edhe botën arabe, siç bota arabe po ndihmon Izraelin kundër Palestinës, në të njëjtën gjë mund ta bënte edhe kundër Turqisë. Madje atëherë edhe më shumë. Mirë, po në këtë rast domethënë Turqia është duke i matur gjërat mirë, dhe normalisht kur të vi momenti për t'i prerë gjonat ka për të ndodhur domethënë